Hapja e portave të hidrocentralit të Banjës ka përmbytur një sipërfaqe të konsiderueshme toke bujqësore, sera dhe ullinj në fshatrat Linas dhe Selit në bashkinë e Cërrikut. Një ndër fermerët më të prekur rezulton Daniel Tava nga fshati Linas, njësia administrative Mollas. Ai thotë se rreth 3 hektar tokë bujqësore ndodhen në ujë, ndërsa dëmet më të mëdha janë shkaktuar në sera. Gati 3 dylym lakër janë jashtë, 5 janë serës, të shikoni jashtë tjetrën, në laf janë 3 hektar të mjella. Jashtë zakonisht e keqe për mua. I bëj thirrje shtetit të vendorë mbi fermerët, jo në mua personalisht, por çdo fermer që është përmbyt, sepse ne nuk ngrem kokë me. Nëse nuk ndihmohet, fermeri thotë se do të largohet përfundimisht nga Shqipëria. Nuk e di çfarë thuash, me laf, në rast se na ndihmon shteti, mirë, në rast se na ndihmon, jemi të gjithë për t'ikur. Jo unë, po shumë si puna ime. 7 vjet këtu. Me laf si tokë, kurse në sera kam 3 vjetë. Familje jemi 5 veta që punojmë këtu, jemi 7 veta në familje, 5 veta që punojmë këtu, në këtë serë që shikon. S'kam mundësi, s'kam fonde me, se qa pata i hodha, kurse tani jam pres të marë, ti investoj që të eci për para. Kurse tani çfarë të marë, e të eci për para. Drejtori i bujqësisë dhe pyjeve në bashkinë e Cërrikut thotë se është ngritur një grup pune për të bërë bilancet për dëmet e shkaktuara, të cilat më pas do t'i përcillen Ministrisë së Bujqësisë. Dëmët më të mëdha që kemi në njësinë administrative Klos dhe njësinë administrative Mollas. Ku në njësinë administrative Mollas janë përmbytur rreth 1.2 hektar me sera, të cilat kishin kultivuar në pjesën më të madhe lakër Bruxelli që quhen ata, e cila është përmbytur dhe në Linas, ke fermeri Daniel Tafa, niveli ujit ka arritur brenda në serë rreth 50 cm. Sipas të dhënave, në 2 ditët e para të hapjes së portave të hidrocentralit të Banjës, shkarkimet kanë qenë 290 m3 për sekond.